Aslan Patrioti, ish koordinatori i grevës së urisë të ish të dënuarve politik, i kërkon drejtësisë pafajësi, pas daljes nga Prokuria e Tiranës në shoqërinë e avokatit të tij, këmbgul që është i pafajshëm dhe nga dita e arrestimit nuk ka patur asnjë kontakt me Massimiliano Nicolini. Kërkoj pafajësi. S'kam drejtësi bëj kontakte me atë njeri që është prezantuar në çdo vend të botës si konsul, mashtrues, dërkomtar. Kemi kërkuar të pushohet çështja për Aslan Patriotin dhe të merret në përgjegjësi penale italiani Massimiliano Colini për kallëzim të rremë. Ndërsa Skënder Tufa kërkon lirimin e Perikli Shqevit, i cili u ndalua ditën e djeshme pasi sipas policisë ka thyer në mënyrë të përsëritur masën e sigurisë arrest shtëpie. Mas kjo dhënë nga gjykata pasi Shqevi dyshohet se i vuri flakën në mënyrë të qëllishme ish bashkëvuajtësit të tij Gjergj Ndreca.